Në Bashkinë Devol u inaugurua një projekt piloti dedikuar parandalimit të zjarreve në zonat pyjore, një nismë e cila synon modernizimin e mënyrës së monitorimit dhe reagimit ndaj emergjencave. Ndjehemi nderuar dhe shpresoj që ky projekt pilot të shërbejë një indicie për të marrë masat e duhura dhe ne të bëhemi pjesë e projekteve tjera në parandalimin e pyjeve, pasi sot koha është të parandalojmë dhe jo të mundohemi të fikim apo të motorojmë zjarret në pyje. Nisma është mbështetur edhe nga ambasada e Australisë. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu në Bashkinë e Devolit për këtë ditë kaq të rëndësishme. Jemi të lumtur që po mbështesim këtë nismë. Në Australi ne kemi sfida të mëdha me zjarret në pyje dhe është diçka e përbashkët e jona, ndonse jemi shumë larg nga njëri tjetri. Për këtë gjë ne jemi të interesuar që t'ju mbështesim. Ju urojmë shumë fat dhe jemi në pritje të shohim se si kjo teknologji do të ndihmojë në mbrojtjen e këtij rajoni dhe njerëzve në Shqipëri. Sistemi instaluar në Devol është një ndër më të avancuarit në botë për parandalimin e zjarreve pyjore, pasi sensorët modern të vendosur në terren mund të identifikojnë sinjale të vogla dhe të transmetojnë informacion në kohë reale, duke e pozicionuar kështu Bashkinë Devol si një nga zonat e para në rajon që aplikon një teknologji kaq të sofistikuar.